Na ishte dikur një aktor jashtëzakonshëm shqiptar, emri të cilit ende ngjall respekt dhe emocion. Bexhet Nelku. I lindur më 8 qershor 1937 në Tiranë, ai jetoi një jetë të shkurtër, por të mbushur me artë dhe pasion. Dhe megjithse iku nga kjo botë me 21 nëntor 1970, në moshën vetëm 33 vjeçare, trashëgimia e tij mbetet e përjetshme. Që në vitin 1957, si nxënës i liceut artistik Jordan Misja, Bexheti tregoi talent të jashtëzakonshëm me interpretimin në dramën Orët e Kremlinit. Pas diplomimit në vitin 1963, ai u pranua si aktor në Teatrin Kombëtar. Për pak vite, ai arriti të lërë gjurmë të pazavendësueshme në artin shqiptar, duke interpretuar 28 role në teatr dhe disa role në filmin artistik, që ishte në hapat e tij të parë. Bexhet Nelku nuk ishte vetëm aktor, ai ishte edhe pedagogi të folurit skenik në Ila, duke ndihmuar breza të rinj aktorësh të kuptonin thelbin e interpretimit dhe fuqinë e zërit në skenë. Në fund të jetës, Bexhet Nelku tha: "Unë jam Hamlet, ti je Hamlet, të gjithë jemi Hamletër, që luftoj me një errësirë e s'dim dot ta çajmë." Kjo frazë tregon shpirtin e tij të ndjeshëm, reflektues dhe dashurinë e madhe për artin. Ai besonte se çdo aktor, çdo njeri, përballet me errësirat e jetës, por përmes artit mund të ndriçojë dhe të prek zemrat e të tjerëve. Midis roleve të tij më të njohura janë Cuca e maleve ku luante Priftin, Fytyra e dytë me Muhametin, I pazavendësuesmi, Shokët, 20 ditët, Mbreti i lirë, Muri I madh I pakapërcyeshëm dhe shumë të tjerë. Çdo rol që interpretonte, Bexheti I jepte shpirt, duke krijuar një lidhje të fortë me publikun dhe duke lënë një gjurmë të paharrueshme në teatrin shqiptar. Bexhet Nelku jetoi vetëm 33 vjet, por talenti, pasioni dhe zëri I tij mbeten të përjetshëm. Ai nuk ishte thjesht një aktor, ai ishte Hamlet shqiptar, një dritë që nuk shuhet kurrë në skenën e teatrit dhe në kujtimet tona. Të përjetshëm mes nesh, rolet e tij brillante na kujtojnë se arti nuk vdes kurrë. Faqja na ishte dikur, e kujton me nderim e respekt.